Atëherë, pa të thonë që janë politikanë aty të bukur, për Thaqin, për Limën, për komplet për dykën. Çka mendon sot për Thaqin? Mas një kohë që u bo si kryeministër, do punin realizu, do si në realizu? Nuk më ka pushuar arsyeja të them që kryeministri Thaçi është kryeministri më i qëndrueshëm në rajon, në Evropën juglindore. Qa ne ka funi, a jeni me PDK-a? Jo, nuk ka lidhje kjo, I priu dikush. si me thonën, përcaktimi partijak, është e drejtë e çdo njeriu në rrezullin të Kosovës. Prej qëndrueshëm, është i qëndrueshëm. Më i qëndrueshëm në Evropën juglindore, nuk më ka pushuar arsyeja akoma, për një dhe shumë arsye. Për arsye se, nga konferenca e Rambujes, gjerë më sot, është zbatuesi i të gjitha reformave që kanë ndodhur me popullin shqiptar, reformave politike me popullin shqiptar dhe me Kosovën gjerë më sot. Po tha që se ka bo vetëm, ka qenë edhe për 100 ditë sa ka qenë Ramushi, edhe ai ka bo shumë. Absolutisht po. Që mendoj që gjithë kanë bo, diçka nuk ka bo veç. Absolutisht po ti më pyete për zotri Thaçi. Dhe zotri Thaçi është njeriu kryeministri më i votuar që ka ardhur me votën e lirë të popullit shqiptar të Kosovës. Tash do të ketë pak zgjedhje. Po shojmë. Zgjedhjet nuk fjalën si vjet do të jenë zgjedhjet komunale. Zgjedhjet komunale, po kur të vinë zgjedhjet e përgjithshme, ai që do të ketë më shumë të vota dhe ai që do të emërohet kryeministër, unë do ta dorëtrokas dhe do ta përkrah gjithnjë. Unë jam njeri që jam mësuar që gjithnjë institucioni për mua të jetë institucion si i kryetarit, i kryeministrit, i ministrave, dhe kam dëshirë të flakt që çdo burr shteti ta përkrah, të jap mbështetjen time. Patjetër. Nuk pat lezet më të madh, as knatësi më të madhe se tunelin e Kalimash, kur u takun të dy kryeministrat edhe i Shqipërisë edhe i Kosovës bashkë, thësha ku kanë rri për gjithmonë bashkë ai slogan. Një bashkim thom i përhershëm i popullit shqiptar ka ndodhur me atë tunel, veç e mendojsha se qysh ka ndodhur. Në atë kohë, tha edhe kryeministri Thaçi, tha në atë kohë, tha po më kujtohet, tha kur kaloi Shamalin. Më kujtu qysh është puna. Thaçi në atë kohë Berishës ja ka pas thy kufinin. Tash Berisha ja qeli, Thaçi e këshur tash Berisha të ja qeli birën tunelit. Po, shumë e vërtet. Të e këthy njëni tjetrit. Shumë e vërtet. Pas 100 viteve, pas gjitha atyre rrahjeve, burgosjeve, maltretimeve, kazamateve që i kanë përjetuar, që i ka përjetuar populli shqiptar dhe njerëzit shqiptar në përburgjet të ndryshme të Serbisë. Erdhe ajo dita më sublime pas pavarësisë së Kosovës, ajo më e madhja, më e pritura, që u thyaj muri Berlinit dhe u bashkuan të dy kufinjet. Dëshira i me flakë si më do që kja i muri i Amerikanëve, a i Berlinit po akona? Po, jo, i Amerikanëve, po shumë e vërtet, dhe dëshira i me flakë si çdo shqiptari është që të bashkohemi dhe kjo, unë mendoj që me ditën e djeshme, apo para sa 30 dhe sa ndodhi, ne shqiptarit definitivisht jemi të bashkuar. Dijet. Në lumë, gjithve. Po çka mendon për kryetarin e shtetit, Fatmir Sidion? Për kryetarin e nderuar zotri Sidion, kam shumë simpati të madhe dhe kam shumë respekt të madh, sepse mendoj që kryetari i nderuar, presidenti i nderuar zotri Sidion dhe kryeministri i nderuar zotri Thaçi janë dyshja apo tandemi më i përshtatshëm, më i mirë që ka mundur të ekzistojë për udhëheqjen e Kosovës. Për momentin janë përshtat.
Dhe po mendoj që... E kam detyrën e ftyun gjithmonë duna me lut opozitën këtu. Lutem shumë, si me thënë, ne po dialogojmë, si thuhet, ne po debatojmë. Po debatojmë. Debati është konflikt, po konflikti gjithmonë unë mendoj që duhet jetë i mirëseardhur, i mirë. Gjithmonë shfrytëzohet për përmirësim të komunikimeve, thot producenti e jonë shpesh, se pisket shumë. Absolutisht po. Edhe mendoj që koalicioni PDK-LDK është koalicion shumë i qëndrueshëm dhe koalicion shumë i qelluar. Në Shkup nuk ke kryetari, nuk shkoj. E ftojmë në skenë kryetarin Sejdiu, ta kallëzon pse nuk u shkuan. Qytetarë të nderuar të Kosovës, institucionet Kosovës, malok të Kosovës, Sabri Fizulaj diasporës. Jo e dini edhe Mali që kove të fundit, unë, si presidenti Kosovës, kam pas një thirrme nga presidenti... Maqedonisë. O, shuj, valon së punanin Greqia, shuj. Pra, kemi pasur një thirrme nga Republika Maqedonisë dhe themi të drejtën se kjo nuk ishte një ftesë zyrtare, por ishte një ftesë private. Kështu që presidenti Maqedonisë tha, Fatmir del rrim. Oj, thash, visha ti krymë do punë të fushës e dalë, mi vish për të mirë se keme dalë tonë. Pse refuzut ftesën, zoti kryetar? O, të themi të drejtën, zoti Maloku, në atë kohë kur isha i ftuar nga Republika Maqedonisë, unë e kisha një dasëm, kështu që ai zoti i dasmës me kishte ftuar para se mu fëju, dhe nuk shkova, bele, kryeministi tha që tha, shko bre, Fatmir, se je ma i madhe i ditë dane që shkojnë për para, tha mos e le, besa ta dhon dhe kerrin, e kum tha për kerë pak sa lakmova, e kështu që nuk mujta me shku valen se ati zoti i dasmës si jetë ke një gullash mangi, ashtu kështu duft me pagua për shta nuk shkova. Po mirë, zoti president, ata u kundut se aty kanë zgjedh kryetar. O, të themi të drejtën zoti Maloku, nuk pa let me shku dikun. Sa do bo problem për me shku për hajt dikun. Mas pa i përdu servis, pa 50 euro benzin ku me shku, mule bakshesh ati, dhe shkova e qova ba mirë topin. Bash mirë ti. Dhe valon, s'ka nevoj më fri Maqedonia që ndroj një kryetar. Na 6 kryeminista i kem ndru, se cili ma i mirë, ma i gatë, ma i hishëm, s'po frimi për këtë arsye. Dhe themi të drejtën se këtë çështje të institucionale, të rëndësishme, e diskutuam edhe me Skënder Isenin. I thash Skënder na ka arë një thirrje për me shku jashtë. Taman unë veç u bona gati, Skënderi ish la, ish rru, ish nej që ish dal të kjeri. Që shtu valet këtë bajsh laf me fmi. Dalin të kjeri e të presin. Mirë. I ka bëm pak ajgore, president, po kallëzona drejtën pse nuk shkove në Maqedoni. Po, valet po ta kallëzoj drejtën. S'kom pas tima, dhe si po kaloni. S'ko pas tima, valet. Nashta duhet që shtu se Maqedon përbujnë ajgore me ne dhe na me ta. Po, nuk i di. Ko qysh për muj me vnu marrëdhënie diplomatike qysh duhet. Një shtetënore se kështu kufinin pikalojme, dali Maqedonie, për vim këneja. Derisa thyn Schengen Maqedonia dhe pastaj duhet edhe ne t'i kem vizat Schengenit për shkuar në Maqedoni. Sonë të ta kom bo pak pa drejt se të kom tirë për mi promovu albumin, për të kom tirë për qëtërsan. S'ka problem. Sonë rira hatë. S'ka problem. Në për kufina, pse si në burg? Se disë, sigurisht se kom pa vetën, Kosova është shumë shteti fort. Edhe nuk besoj që më kishte lanë me sorollatën edhe me artë të ti në emision, me pasa ndërë me arë në emision edhe diçka. Po të kishe pasur diçka. Po qaq shumë niva, jo veshun, po ni edhe ju, edhe ata, ato, mëstikët, vetat e rasët e gjinit, pibi kështu sakis drejt për drejt. Po. Shka po shkrujnë gazetat, shka është folë ti dush më konë të burg. Po. Të kanë zonë të bajt pare. Jo, për gazeta kisha thënë që për gazetarët, për gazetat dhe gjitha mjetet e informimit,
si ato të shkruara dhe vizuele, e kam një falenderim posaçëm që askund nuk është thënë dhe nuk është shkruar. Atë çka ka shkruar Serbia, ajo është tjetër diçka, unë nuk mirë me të, se Serbia po të mundet, edhe sot gjysmën e Kosovës e shqiptarëve të Kosovës i kishte futur në burg. Vetëm pse jam shqiptar.